Të dashur shqiptar, ai ka parë kryeministri filmat e mi? Ndoshta, por ai në një takim me amerikanët ka thënë që në Shqipëri në fillim ka patur shqiptar, pastaj erdhën majmunët, pastaj erdhën grekët dhe në fund doli njeriu. Pra kryeministri shqiptar nuk na konsideron neve as njerëz dhe aq më pak majmun. Por një kategori që grekët e kanë thënë prej kohësh vemje, breukoi, këtë thot kryeministri shqiptar për ne, shqiptarët. Këtë koncept ka ai për shqiptarët dhe ndoshta ka të drejtë. Përse do thoni ju? Shqiptarët marrin emra grek dhe i kthejnë të shqiptarizuar. Marrin emrin Aeneas në gjuhën greke, që në gjuhën greke sot do të ishte Enjas, dhe e bëjnë Enea. Ja heqin mbaresën e greqishtes, por është dhe në latinisht, Eneas. Ja heqim dhe nga latinishtja mbaresën dhe e kthejmë në emër shqiptar. Dhe këtë bën dhe studia e etimologjisë. Ajo është patriotja më e madhe. E majmunizon çdo fjalë helene dhe e kthen në epokën para majmunore, sipas kryeministrit shqiptar, në epokën shqiptare, të fjalëve monosilabike, njëqelizore, të njerëzve që kanë trurin sa të amebës. Ameba është një krijesë njëqelizore, krijesa më e lashtë e tokës. Edhe shqiptari flet me të njëjtën mënyrë siç flisin krijesat para majmunore, duke imituar zërat e natyrës, kryesisht gazrat. Pra, fjala e parë e shqiptarit ka qenë Kjo ka qenë fjala e parë e shqiptarit. Çfarë flet shqiptari? Shqiptarisht. Dhe këtë thot dhe kryeministri shqiptar. Pra, fjala Aeneas vjen nga lufta e Trojës. Dhe studio thot që unë kam lexuar Iliadën të përkthyer, jo në origjinal, në greqisht, dhe atje luftojnë trojan me trojan, nuk ka grek. Po çuditërisht këta trojan përdorin vetëm emra grek. Dhe Aeneas është emër folior në greqisht, po t'ja heqësh fundoren, nuk duket, por është emër folior, vjen nga folja Aineo, që do të thot lavdroj, zotat. E kjo fjalë ka hyrë edhe në gjuhët kelte, me kuptimin betim, edhe në gjuhët gjermanike, betim është origjina fjalës oath në anglisht, betim. Edhe në gjuhët kelte, oath, betim. Pse? Sepse gjithmonë në gjuhët kelte dhe në gjuhën ilire, fundorja s bëhet th. Pra Aeneas praktikisht ka dhënë oath në gjuhën kelte. Ky zhvillim fonetik s-ja në th ndodh vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhët kelte. Pra fjala betim është iliro-kelte, por është ndërtuar nga fundorja e helenishtes. Ainos do të thot lavdërim për zotat. Në gjuhën të kelte është bërë betim para zotave. Në gjuhën shqipe nuk ekziston. Kjo është origjina e fjalës Aeneas. Pra të dashur shqiptar, ju jeni bërë si kukuvajkat. Kukuvajka i lëshon vezët e saj në folet e zogjve të tjerë. Dhe kur rritet shpendi vogël kukuvajk, nuk duket as pak si zogjt e tjerë dhe e përzën nga foleja, por shtritur tashmë e ka shfrytzuar një nën tjetër. Këtë bën kukuvajka, dhe kukuvajka është zogu më i suksesshëm në të gjithë botën e shpendëve. Është zog absolut. Në fakt, në flamurin ton, ne nuk kemi një shqiponj, kemi një kukuvajkë që lëshon vezët në shqiponjën bizantine me 2 krerë, që nuk është shqiponja jonë. Është shqiponja e Bizantit, që shikonte lindjen dhe perëndimin me 2 krerët. Dhe e kemi marrë në këtë shqiponjë, nuk është as shqiponja jonë, dhe kemi lënë tek foleja e shqiponjës, mund flamur, një kokove të vogël të kukuvajkës. Dhe të gjitha emrat grek, në na duken shqiptar, monosilabik, një rokësh, dhe indo-europianët nuk kanë folur me rokje, sepse të gjitha fjalët në gjuhët indo-europiane kanë patur mbaresa. Edhe në gjuhën shqipe kanë mbaresa tonat.
Merrni me mend se sa të fyrë do ndeshim neve sikur një grek të merrte fjalën lavdëroj të shqipes dhe ta quante djalin një grek lavdrim dhe thoshte që kjo është fjalë greke. Emër grek. Kaq fyesesh për grekët që ne marrim emra grek dhe i bëjmë shqiptar. Kjo është historia e shqiptarëve. Jemi kukuvajka. Por ky është një mënyrë mbrojtje, nga që gjuha jonë është shumë e varfër, kanë mbjetuar vetëm fjalët miza dhe pordha, nga gjuha shqipe e lashtë, me dy fjalë nuk mund të prezantohesh dot në skenën ndërkombëtare. Dhe që mos dukesh më poshtë se sa majmuni, merr fjalë nga Iliada, i bën emra shqiptar dhe të duket vetja trojan, pellazg, monosilabik. Pra, në qoftë se ju do më zgjidhni mua antar të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, do e ndaloj me ligj përdorimin e çdo lloj emri grek. Do hiqet, përfundimisht. Ata që përdorin emra grek duhet të paguajnë një gjobë shumë të rëndë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim kukuvajka pellazge në filma të tjerë shkencor.